Ridvan Aliu insiston që droni skifter nuk ishte një manipulim, e ku, nëpërmjet një shkrimi në Facebook, ka bërë thirrje se kush dëshiron t'i shohë nga afër mund t'i vizitojë kompaninë e tij, por thotë se duhet t'u nështrohet protokolleve të tyre të sigurisë. Ai në fund shkrua se skifteri do të fluturojë mbi shihet e Dardanis. Në vim postimi i tij plot në rrjetet sociale. Siç po shihet qartë, propaganda mediatike ka propavi politike, unë nuk jam politikan. Çdo kush që dëshiron t'i shohë nga afër live K1, VTOL-in dhe FPV-n është i mirëpritur me kusht që të kalojë background check-un, sipas protokolleve tona të sigurisë. Nëse dikush mendon se mund të shuajë ëndrat, inovacionet dhe vizionin e studentëve deri një son gabon rënd. Ky është vetëm fillimi. Rezultatet e 1600 dhe më shumë studentëve do të shihen shumë shpejt në mban Kosovës. Skifteri do të fluturojë mbi shihet e Dardanis, ka shkruar ai, ndërsa bashkëngjitur ka shpërndarë edhe një foto të dronit.
Të dashur qytetarë të Pejës, mbështetës e aktivist televizjes vetëvendosje, të dashur mërgjimtarë që keni ardhur në adheun ton të përbashkët, të nderuara familje të dëshmorëve e martirëve të luftës, të dashur kandidat për deputet, zonja ministre Rozeta Hajdari, doktoresh Fatmire Kolçaku, Gramoz Agusholli, të dashur kandidat në listën ton fituese, i dashur e nderuar kryeministër i Republikës së Kosovës Albin Kurti. Të dashur partner të koalicionit zonja Mimoza Kusari Lila. E nderuar nën kryetare e Kuvendit Albulena Haxhiu. Ministre e bashkëpunëtore ime Arbrien Agaci. Sonte në këtë qytet të mrekullueshëm jemi mbledhur për të treguar se Peja nuk lëshon pe. Peja, qyteti i lidhjes bes-a-bes, ka qenë gjithmonë simbol i qëndresës, qytet që nuk është përkullur kur, qytet që historikisht nuk është dorëzuar. Nga Peja deri në skajnë më të lartë të Kosovës, ne jemi bashkuar rreth një ideje. Një shtet që u shërben qytetarëve, një shtet ku ligji është i barabartë për të gjithë, një shtet që nuk negocion me korrupsionin, krimin e padrejtësinë. Ky është premtimi jonë e për këtë premtim kur nuk do lëshojmë pe. Gjatë 5 viteve të qeverisë Kurti, kemi dëshmuar se ndryshimi nuk është vetëm slogan, por është punë. E kemi dëshmuar që shteti mund të qeveriset me nder, se ekonomia mund të rritet, identiteti mund të kthehet. Nuk ka qenë e lehtë. Madje nuk ka qenë e lehtë as ta organizojmë këtë tubim sot, sepse pushteti lokal prap vazhdon të mos na lejoj të marrim pjesë në hapësira publike e na ka ndaluar tubimin në kinoteatrin Jusuf Gërvalla. Presionet kanë qenë të mëdha, sulmet kanë qenë të vazhdueshme, e në anën tjetër, për të ndalur zhvillimin, ata gjithmonë po bëhen bashkë. Por ne nuk u tërhoqëm. Prandaj sot jemi këtu e ma të fortë se kur. Çdo qytetar, në çdo fshat, në çdo lagje do ta bëj fitoren tonë madhështore. Të dashur bashkëqytetar, kjo nuk është thjesht një fushat zgjedhore, është një betejë për drejtimin e shtetit. Është një betejë mes të Kosovës që ecën me dinjitet e Kosovës që ngec me pazaret e opozitës. Ne e dim zgjedhjen tonë. Një Kosovë ku të rinjët nuk ikim për ndërtojnë të ardhmen këtu, ku vajzat dhe gratë zhvillojnë vendin e familjen, ku fermerët mbështeten, ku ndërmarrësit punojnë me ligj e pa rishfet, ku çdo fëmijë ka arsim cilësor e çdo familje ka dignitet. Dhe për këtë na duhet besimi juaj, na duhet vota për numrin 116. Siguri e begati për Republikën tonë e për qytetarët e saj.